Dita e tokës 22 prilli është përkujtuar me një sër aktivitetesh nga Universiteti Fanoli në Korçë, me pankarta sensibilizuese në duar lidhur me rëndësinë e tokës, mjedisit dhe mbrojtjes së tyre. Studentët kanë zhvilluar një marshim përgjatë Parkut Rinia të qytetit të Korçës, ndërsa më tej janë dalur për të kryer pastrimin nga mbeturinat të një sipërfaqeje rrotull universitetit. Pedagogët e Fakultetit të Bujqësisë më pas referuan disa tema shkencore për të promovuar rëndësinë e kujdesit për mjedisin dhe mbrojtjen e planetit ton të përbashkët. Toka është i vetmi planet në universitet ku ka jetë. Ndaj është shumë e nevojshme të mirëmbajmë pasuritë natyrore të tokës për të vazhduar jetën. Ndryshimet klimatike i kemi fokusuar në drejtim të ndikimit që ato kanë mbi bujqësinë. Bujqësia është më impaktuar nga këto ndryshime klimatike, si dhe përgjigjet adekuate që ne duhet t'i japim ndaj këtyre ndryshimeve klimatike për t'u përshtatur dhe për të marrë maksimumin nga gabimet bujqësore. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ndërgjegjësues kanë qenë student, pedagog, qytetar dhe përfaqësues të institucioneve publike dhe private. Dita e tokës përkujtohet prej vitit 1970, kur u vendos si e tillë në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.